çka kërkoj për juve është fjala fe. Fjala fe, këtë fe më thoj za, është e gjuhën shqipe, nuk është e religioneve të besimeve abrahamike. Gjuha shqipe zbërthen fjalë dhe është para Adamit Biblës dhe para Ademit Kuranit, gjuha shqipe. Shqiptarët, si unë dhe ju, duhet të bashkoheni bashkë me mua, të kërkojmë nga kuvendi i Shqipërisë të sillet një ligj ku do të mbrohet fjala fe e Shqipës nga klerikët e religioneve të ndryshme në Shqipëri, që me ligj ta kenë ndaluar përdorimin e fjalës fe për religionet e tyre. Në vend të fjalës fe, mund ta përdorin fjalën besim, do nëse dhe fjala besim është e Shqipës, megjithatë besimi është shpirtëror, individual, por nuk guxon në asnjë mënyrë të prek laicitetin fe të shtetit. Mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit është shqiptaria.